Përshëndetje, sot do t'ju tregoj si të përgatisni një akullore shumë të shijshme me banana, e cila është e lehtë për të bërë. Përbërësit që na duhen janë 2 banane, 150 gram kos grek, 2 çokolada të zeza për gatim dhe 1 lug kakao. Hapi i parë janë bananët. Siç mund ta shihni, bananët i kam prerë dhe i kam ngrirë më herët. Tani i vendosni në enë plastike të thellë, pasi kështu është më e lehtë të përzihen dhe të krijojnë bazën e akullorës. Hapi i dytë është kosi grek. Tani shtojmë 150 gram kos grek. Kosi grek është një nga përbërësit kryesor të kësaj recete, sepse i jep akullorës një strukturë shumë të butë dhe kremoze. Përveç kësaj, ai e bën shijen më të pasur dhe kombinohet shumë mirë me bananët. E hedh të gjithë sasinë mbi bananët e ngrira, në mënyrë që më pas të përzihet më lehtë me to. Hapi i tretë është kakaoja. Pasi kam shtuar kosin grek, tani shtoj 1 lug kakao. Kakaoja i jep akullorës një aromë të këndshme çokolade, një ngjyrë më të bukur dhe e bën shijen edhe më të pasur. E shpërndaj mbi përzierje në mënyrë të njëtrajtshme, që gjatë përzierjes të përzihet mirë me të gjithë përbërësit. Hapi i katërt është përzierja e parë. Tani do të filloj t'i përzije të gjitha këta përbërës me blender dore. I përzijej për disa minuta derisa bananët të coptohen plotësisht dhe të krijohet një masë e lëmuar, homogjene dhe shumë kremoze. Është rëndësishme që të mos mbeten copa bananeje, në mënyrë që akulloraja të ketë një strukturë sa më të mirë. Hapi i pestë është krierja e çokoladës. Tani marrim 2 çokoladat e zeza për gatim dhe i vendosim të shkrihen në temperaturë të ulët. Gjatë gjithë kohës i përzijemi me kujdes. Pasi çokolada të jetë gati, e shtojmë te përzierja që kemi përgatitur më herët dhe vazhdojmë me hapjen e radhës. Kështu çokolada përzihet shumë mirë me bananët, kosin grek dhe kakaon, duke i dhënë akullorës një shije edhe më të pasur dhe më të këndshme. Hapi i gjashtë është përzierja e dytë. Pasi shtoj çokoladën e shkrirë, e përzijej përsëri me blender dore. Këtë e bëj që çokolada të përzihet plotësisht me bananet, kosin grek dhe kakaon, derisa të krijohet një masë e njëtrajtshme me ngjyrë të bukur dhe një strukturë shumë kremoze. Hapi i shtatë është vendosja në enën plastike. Tani që e kemi përgatitur plotësisht masën e akullorës dhe të gjithë përbërësit janë përzier mirë me njëri tjetrin, e marrim dhe e hedhim me kujdes në një enë plastike të pastër dhe të thatë. Mundoheni që ta transferojmë të gjithë masën pa humbur asgjë, në mënyrë që akulloria të dalë e plot me shije të njëtrajtshme. Pasi e vendosim në enë, e shpërndajmë në mënyrë të barabartë me ndihmën e një luge ose shpatulle, duke rrafshuar sipërfaqen që të mos ketë boshllëqe apo ajër brenda. Kjo ndihmon që akulloria të ngrijë në mënyrë më të mirë dhe më të bukur.
Hapi i 8 është vendosja në ngrirje. Tani jenën e mbyllim me kapak dhe vendosim në ngrirje për rreth 6 deri në 8 orë, derisa kulloria të forcohet dhe të jetë gati për të shërbyer. Hapi i 9 është heqja nga ngrirja. Pasi kanë kaluar rreth 6 deri në 8 orë, e nxjerrim akullorën nga ngrirja dhe e lëm që të shkrihet për 5 deri në 10 minuta. Hapi i 10 është shërbimi dhe dekorimi. Tani marrim tasin ose pjatën për servirje dhe lugën e akullorës. Para se ta marrim akullorën, e lagim lugën me pak ujë sepse kështu rrshet më lehtë nëpër akullore dhe na ndihmon të formojmë toptha më të bukur. Më pas e kalojmë lugën me kujdes nëpër akullore duke rrotulluar lehtë për të formuar një top dhe vendosim në tasin e servirjes. Këtë veprim e përsërisim derisa të kemi sasinë e dëshiruar. Në fund, nëse keni në shtëpi, mund ta dekoroni me pak çokoladë dekoruese për t'i dhënë një pamje edhe më tërheqëse. Dhe tani akulloria është gati për të shijuar. Ju bëftë të mirë!